Të dashur tim të zemrës, në një të gjuma vitin e kaluar në një prej xhamive të këtij vendi, edhe i tregoj një ngjarje të vogël që kam dëgjuar nga hoxha Imam Hatibi i Fukavave, Sheikh Abdul Hamid Kishku me pas. Sot në kohën e Hazreti Musa alayhis salam ishte një njeri që adhuronte idhujt, edhe i lutej idhujve të tyre, idhullit, ja sanam, o idhull, i drejtohej. Thot dhe një dit i rëshiti goja dhe ta, ja samet. Drejtu Allah ka zëvëllim. Ja samet me emrin e madhushëm, ja samet. Thot dhe Allah subhanahu wa ta'ala i tha, lebbejka abdi, si urnur lotim. U ka pit pejgamberi Allah dhe ja rab, a i gjithë jetën të banshim, është i dhujtar, dhe një moment që i rëshiti goja, kapimisht, ju me bindi, kapimisht, të thimi dhe tha ja samet. Ju drejtohet duke thënë lebbejka abdi, i tha, ja Musa, po pse, a është kush sa me të përveç meje? A është kush që e meriton këtë lutje përveç meje? Nëse Allah subhanahu wa ta'ala i thot, urdosi urdhon një idhujtarit kur gabimisht ja thotë emrin. Po ti që me zemër thuash çdo ditë Allah. Po ti si besimtar që çdo ditë i lutesh ja Allah, o Zot im, ja Arhamar Rahimin. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم هذا أمر بابون بري أمر بتمنوش الله عز وجل يم آخر نسأل الله وش آخر رويو kujdes mos lejosh ti pjesh larg ajo është afër ti duhesh me shkrim atë thirrje ti duhesh me të dëshmuar me krejt shenizat e Kur'anit në jetën tënde. Këtë moment